Sa qef është të këpusësh lule dhe të luash me top me Evën, por Martina preferon të shkoj edhe në fermën e teze Blertës. Së pari, duhet të marrësh rrugën, anës fushës me grur. Ani, Martina, gjyshi Sokoli, të gjithë janë të gëzuar. Ti nuk e qenë asnjëherë në fermë? Pyet Martina Anin. Jo, me të vërtet nuk e qenë asnjëherë. Nga larg duket ferma. Klik, klak, ja bën këmbgjiku i gjyshit. Hop, gomari nis të vrapoj dhe arrin me trok të shpejt në mes të oborit, ku kushëriri arbëri pret Martinën dhe Anin. Shpejt, shpejt, theret ai. Eja një këtej, do t'ju njo me shokët tuaj të rinj, zogun e pulës, pëllumbin, lepurin dhe shumë të tjerë. Është shumë qejf. Ky këtu është më i voglin nga të gjithë zoqët e pulës. I rumbullakët si një vezë, i verdh s'ka më, shkon dhe vjen. Për një qast hutohet, pasi ka shumë gjëra që nuk i nje rreth tij. Papritura i ndalon. Për typ shpejt një kokër orizi, pastaj largohet prap dhe ndalon sërish. Këtu ndjehet më mirë, pasi bie dhe dielli. Sa mirë. Por papritur, zogu i vogël sheh lepurushin dhe vrapon pas nënës së tij. Ja dhe 5 zoq të vegjël që sapo kanë nisur të ecin prej 2 ditësh dhe që madje nuk din akoma të ushqehen vet. Mami i pusinit ka shumë punë për të bërë. Ajo po ju shikon me një sy të egër. Kjo do të thotë, nëse e prekni vocrakun tim, unë do t'ju çukis gishtin e vogël. Por thell, ajo ka një zemër të mirë. Në mëngjes, mama Pula bëri një vezë kaq të madhe, të cilën e skuqi teze Blerta dhe hëngri arbri. Babi zogu të vogël ka një lafsh të kuqe. Qafa e tij ngjan si një gjufke mrekullueshme. Për këtë, ai është shumë krenar. Aq krenar sa prej saj e ka humbur gjumin. Ai e zgjon të gjithë oborin në orën 4 të mëngjesit. Të gjithë janë të zemruar me të. Kakarisja e tij dëgjohet edhe 2 kilometra larg. Po, 2 kilometra. Dhe me që ai është i fortë, askush tjetër nga shpendet e oborit nuk guxon ta kundërshtojë. Rosaku shtrihet kur të gjithë flenë me dyert të mbyllura dhe në kotece bëhet errësirë. Ai nuk ka fare frikë, madje ka më shumë fat se zogu i vogël. Nga mëngjesi në mbrëmje, në kohë të keqe e të mirë, ai lua në ujë. Ditën otoi edhe me kokën të zhytur në ujë dhe qafën jashtë. Sa keq, kur vrapon, ankohet se është i sëmur me reumatizëm. Mikja ime Pata nuk është kur vetëm. Ajo ka frikë se mërzitet. Me që është grykse, e ka ngrënë të gjithë pjesën e saj. Ajo do të donte shumë të hidhej në degët e dardhës si babi gjeli atij zogut të vogël, ose të ngjitej te muri aq kollaj sa vaçoku mustaq. Por ajo është shumë e rëndë, aq e rëndë sa i duhet të kënaqet vetëm që vrapon, duke tundur krahët. Kjo nuk e pengon atë të therrasë me zë të lartë. Kujdes, kujdes, erdha unë. Sa për pëllumbin, ai është më i urtë. Ai ka udhëtuar shumë në përfusha dhe pyje dhe tani ditë dhe një shumë gjëra. Është bërë shumë i ditur edhe se papagalli. Papagalli përsërit përmendësh të gjitha ato që i thonë. I ngjitu në majtë të qatis, pëllumbi kënaqe duke gugatur. Megjithatë, sa mirë do të ishte ta dinim se zhblua në mendje pëllumbi. Ai neni lepurin, sigurisht që po. Të themi midis nesh, lepuri nuk është edhe aq i keq. Sytë e tij të mëdhenj janë shumë të rumbullakët dhe veshët i duken sikur nuk mbarojnë. Lepurushi ka 4 të meta, rri gjithmonë ulur, ha sallatat e kopshtit, s'ka bërë kur fiskultur, ai nuk di të kërcej më larg se maja e hundës së tij. Lëviz pa pushim feshkën e tij dhe kjo nuk është e këndshme. Sa për qingjin, ai s'ka të sharë. Nuk bëhet pis, nuk gënjen, është gjithmonë i bindur. Kur e përkëdhel, hidhet nga gëzimi në mes të margaritave dhe bën be. Nesër do të bëhet i madh. Bariu do ta marrë me vete në Kodër, ku shihet me sa duket vendi më i bukur në botë. Ky qingj do të jap të gjithë leshin që ka mbi shtëpinë. Me të, do të bëjmë pastaj një batanie të bukur për Martinën dhe një triko të vogël për Anin. Lolo është një tip i çuditshëm. Ai loz dhe fle në livadh, gjithë ditën bën atë që do. Ndëron në hijet e pemëve, shikon trena duke kaluar, atë që ngjitet shpatave duke fërshëllyer me forcë dhe atë që ecën natën, krejt i ndriçuar anës lumit. Lolo nuk këndon aq bukur. Përkundrazi, ai mban një veshje në ngjyrë çokolade dhe shumë shpejt do të ketë 2 brirë të ashpër mbi ball. Është pikërisht ai që e zhyt kokën në kovën me qumësht dhe bën për të qeshur gjithë stallën. Zioshi është aq i shpejt sa era. Mami i tij ka thënë, mos vrapo pra kaq shpejt. Por Zioshit i thot mendja. Kur mbaron së vrapuari, rrotullohet në barin e gufuar të kullotës. Më vonë, ai do të kërcas thundrat e tij në kaldrëmin e rrugës. Do ta mprehi me përmendën e arbrit dhe ai do të tërheqë makinën kurse përmes vlloqeve të tërshërës. Kjo nuk është pak. Duhet pranuar menjëherë se Maçoku Mustaq është shumë ngrykës. Edhe dje, ai ka hyrë në bulmetore pa i thënë askujt. Duhet ta shohësh kur ne vrikoset. Ka një karakter të keq. Ndonjëherë, kur është i zemruar, ngjitet te qershia dhe rri atje me orë të tëra. Fatmirësisht ai ka ngrënë miun e hambarit dhe 3 minë të tjerë që prishin dyshemen e dhomës. Medori është miku më i mirë i arbrit. Është më trimi nga të gjithë kafshët. Ditën e mban fytyrën me mask, natën mban një sy hapur.
Medori është roje e oborit. Ai të zgjat këmbën si dorë kur kërkon ta takosh. Kupton gjithçka që i thua. A s'është mrekulli të kesh një mik të tillë në fermë? Por shumë shpejt teze Blerta i thret fëmijët për të ngrënë. Çfarë surprize! Mbi tryezë është vendosur bukë e zezë, gjalpi freskët, pjatat dhe shishe me mushtë molle me tapën e fryrë si një këpurt, pa harruar e qelin me krokra rushi që mban një herë aq të mirë. Ja t'ju mbëlsoj, i thot Martina Medorit, kurse ty mustaq do të jap 4 gisht çumësht. Ishte me të vërtet një ditë e bukur që për fat të keq po mbaron. Gjagji Bledi, teze Blerta dhe Arbri dalin për të shoqëruar vogelushët deri te gardi afër rrugës. Kur ndalen, miqt përqafohen fort. Mustaqet e Gjagji Bledit pickojnë. Teze Blerta nxjerr nga xhepi 2 çokolata. Shpejt ngjitemi te gardi, thot Arbri. I thuaj mirupafshim të gjithë miqve tanë të fermës, thret Martina, dhe i thuaj se ne do të vim prap të dielën.